O Allah, në këtë ditë të 9 të Ramazanit, forcoje vendosmërinë time dhe më ndihmo të fitoj kundër tundimeve të liga. Ty të takojnë falenderimet për dhuratën tënde hyjnore të udhëzimit, për pendimin dhe faljen. Lutem që ti t'i rritësh këto fuqi në të tjerët që janë besimtar ndaj teje. Na ndihmo ne besimtarëve të qëndrojmë të fortë dhe asnjëherë të mos jemi të vetkënaqur me luftën kundër të keqës. Dhuroja u paqen, mirësinë dhe mëshirën tënde të gjithë fëmijëve të viktimizuar nga dhuna fizike dhe seksuale. Nëse ti je i kënaqur, frymëzoje umetin të përfshihet në operacione të shpëtimit, në shërbime të këshillimit dhe masa parandaluese lidhur me dhunën ndaj fëmijëve. I lartësuar dhe i patëmeta je ti, o Allah. Amin.